Jam martuar në një familje të madhe me vjerrie dhe kunata. Jam përpjekur të jem model në çdo drejtim. Kam menduar më shumë për të gjithë, për këta se sa për vete. S'kam gjetur kurrë të njëjtën gjë dhe asgjë gati. Veti bëj të gjitha. Vjerra më vuajti goxhaj, shërbeva deri në fund, por asnjëherë nuk ju bë mirë dhe nuk tha asnjëherë për mua një fjalë të mirë derisa vdiq. Tani po vuaj me vjerrin, ai ka vite që nuk ngrihet as për nevojat e veta, po edhe ai njësoj, asnjëherë një fjalë të mirë dhe asnjëherë nuk i bëhet mirë. Vetëm shan vërtet dhe mallkon. Tani frika ime hoxh është mos më gjen gjë tek fëmijët ose ku kam gabuar unë. S'ke gabuar fare, je mashallah, Zoti trurit e Zotit don shnet dhe ymër, e gjithë këtë siklet që ti ke heq me këta krijesat, me këto dy krijesat, do ta kompensoj Allahu tek fëmijët e tu, tek shneti jot, tek burri jot, kështu që Allahu ta shpërbleft. Me të vërtet je shembull, me të vërtet